mos të harrojmë një fakt. Cilin? Duhet me I bo bashkë këto dy partitë opozitare dhe prapë se arrin numrin e lëvizjes vetëvendosur. Kujtojeni që e ka pas Serbin mbrapa, Edi Ramën kundër, PDK-n këtu, LDK-n këtu, një pjesë e madhe e medjave, tjere. Një 500 në punë, që lëvizja vetëvendosur ka pas 500 në punë, të angazhim Kjo është fitore maksimale. 500 veta ka shtim punë në institucione. Tash, në punë publik, të cilë ka pas vetura, ka pas dreka, ka pas barka, ka pas demonstracione, s'ka pas opozita asnjë. Domthon hera por që pushteti, hera por që pushteti. Po si e ka lënë më fol? Jo më fol, sepse se lë më fol. A di pse se lë më fol? Se për Sadrin kur del në opozit, për Sadrin me dal vetëvendosja në opozit. Me rezultatin në opozit thot që e ka arrit rezultatin maksimal sepse se ka pos privilegjet që I ka pushteti. Pra nuk ka qenë pushteti po privilegje, bol kena arrit rezultat. Që 4 vjet e njëjta melodi është. Leret tjetëri ku të flasin 2 minuta. Mos bëzhurmën sepse s'kemi nevoj e keni marrë këtë shkollë keqet prej medjave italiane. S'ka nevoj me marrë leksion keq. Këtë I kam pas mediat kundër. Analistat I kam pas këtë partit politike që në konë bushtet në Kosovë 42.30. Kur gjë Albin Kurti s'ka pas ma shumë kundër. Asnjë parti politike nivel evropian nuk e di ndonjë rast tjetër. Në punës të shtetit, të cilët kanë pas vetura zyrtare, që kanë pas repostacion, të cilët kanë pas mbushje telefonave, të cilat si kanë pas askush tjetër. Këta tjetër do të paguajnë parë drejta ose më marr parë ndaj kujt. Sa fuqia materiale është I madh. Rezultati është I lartë, Ramaboj, s'ka dyshim. Fitura është e thellë. Ramaboj kitë drejt. Nuk është krahasimisht as e përafërt me atë të devolve. Me çka lëvizja vetëvendosje ka marrë parë. Prej çka? Po kupton? Ka marrë. Ju apo e vëreni që pikërisht ajo shumë e madhe paras që është derdhur nga oligarkët e Kosovës. është ka e shkatron një parti oligarkët e Kosovës, një oligarkët e Kosovës ka krijuar kryeministri I Kosovës punon me oligarkët e Kosovës. Ata e dinë që është sepse oligarkët janë pjesë e ekonomisë dhe prandaj kërkojnë llogari, prandaj thonë kryeministri I Kosovës dhe ministri I financave të Kosovës e mbushin buxhetin e Kosovës edhe përmes taksave që I paguajnë oligarkët e Kosovës. S'dyti, akoma ai oligark që ka luftuar qeveria Kurti. Albin Kurti, oligark, I lufton veç gjatë zgjedhjeve. Si të kryen zgjedhjet me ta bashkëpunon dhe punon. Dhe Albin Kurti, minimum I ka, nëse kurrë I ka oligarkët e vet. Pra në ka kallzu Albin Kurti që as është social-demokrat, as është komunist, as beson barazi, as beson barazi, sot beson ti. 5-6 oligark e sudojnë në Shqipërinë. Mirë po. Sadri, rezultati I lëvizjes vetëvendosje është I lartë, pajtohna. Është I lartë. Pikërisht. Por jo nuk është këtu në bazë të premisave që pi llogariti. As pak jo, me këtë tjera premisa. Pra ideja që pe luftoj e ka luftuar opozita gjithçka e ka luftuar. Unë e moj mend zgjedhjet 2014-s. E moj mend zgjedhjet 2014-s. Ne bëjshim gazetën Blitz propozitë. Nuk më shumë me zgjedh një njeri të cilin mundemi me citu e që dhej ke PDK do të mi fitu zgjedhjet. Mos flasim studio televizive. Asrit tjetër editori I një portali. Marrë men Sadri. Do më thonë I pat fitu. Edhe I pat fitu atër. E pat mujtë Isa Mustafët. 80%, 90% ka qenë ose me LDK ose me parti tjera. Asnjë njeri në studio televizive nuk u kon me arshimtar që asë që potja ka pasit me lënë. Si kemë më thujë. Se me fitu shko. E tash, si me thonë, është e pa... Jam kundër ndërtimit të konstrukteve të rajshme të cilat tentohen më ndërtu duke u bazu sipas tyre në bindjen që opinioni I Kosovës ka mbamendje të shkurt. Pra se mon mend që ka ndodhur përpara. Dhe këta duhen me na shit sikurse këtë mediat kanë qenë kundër tyre për herë parë në historinë e Kosovës. S'është e vërtetë. Ndaj këtë qeverive shumica e mediave kanë qenë kundër. Nafta më shumë ka pas vendosja media ashtar se që kanë pas parti tjera. Kur I ka fituar zgjedhjet e kaluara, nuk ka pas studio televizive, 80% studio televizive kanë qenë provat vendosjes. 80%. Profitoret vendosje, përfshi edhe mu, në një farë forme. Pra 80%, nuk ka lëvizja vendosje që Serbia
i ka pengu, i pengon Kosova, me dosh me orientu, me thonë që Serbis i pengon veç Albinja, si pengon Ramushi, si pengon Samia, si pengon Fatmiri, kjo do me thonë që këta, po do me thonë që këta si janë patriota, se këta si pengojnë Serbis. A këta kanë luftu. Pro, edhe kjo është një rajnë e madhe tjetër që po tenton, mund ndërtu vetëm në raport me levizjen vetëm.